Kromax. Aldor, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Ka një debat në Shqipëri, sa herë ka zgjedhje, çdo media thotë ne jemi media më e ndjekur, ne diktuam shihet politike të shqiptarëve, sondazhet tona treguan të vërtetën. E vetmja mundësi reale matje janë ato instrumentat, ato platforma në fakt, që nuk kontrollohen dot nga shqiptarët. Ju jeni personazhi kryesor që kush ka lidhje me këto platforma që kontrollohen nga shqiptarët, media kryesore drejtohen tek ju. Ju vetë keni bërë një bilanc në këtë fushat, çfarë ka ndodhur me mediat dhe me ndikimin që kanë pasur mbi zgjedhësit. Atëherë, këtë fushat ndryshe nga fushatat e kaluara, ne kemi pasur një prezencë shumë të fortë të mediave në rrjetet sociale, ku përfshihet edhe platforma YouTube, si ajo më e rëndësishme për sa i përket kohëzgjatjes të shikueshmërisë, sepse ne jemi çdo ditë në Instagram, edhe në TikTok, jam shumë dakord, por videot janë shumë të shkurtra dhe kohëzgjatja nuk është gjithmonë shumë e gjatë. Kam idenë që kësaj radhe është hera parë që në një fushat në Shqipëri YouTube kishte më shumë prioritet për ndjekësit se sa Facebooku. Po, është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet si audiencë ne kemi parë shikueshmëri shumë të lartë edhe me numra shikimesh, edhe me kohëzgjatje të live streameve që janë parë në YouTube se sa në Facebook. Ka qenë ndryshe në 2021, po, patjetër. Ndryshimi i politikave të Facebookut në raport me videon apo Facebooku ka pasur një politikë atëherë që i deshet i shtynte personazhe të ndryshme që të nxjerrin live streame, kështu që edhe live-et i shpërndante më shumë, siç e bën TikToku me videot e zakonshme sot. Kjo gjë nuk ndodh më në atë nivel, kështu që dhe i Facebooku ka rënë atë nivel shpërndarje si YouTube, por YouTube ka një avantazh që audiencën e spionon, do them, mund ta në thonjza në absolutisht çdo faqe ku futet, ku ka reklama nga Google dhe e di shumë mirë që për shembull një person është i interesuar se ka lexuar një lajm te syri të një portal tjetër për një temë të caktuar dhe e di që ky person mund të jetë interesuar për live streamin ose për videot që kanë të bëjnë me fushatën me një temë të caktuar dhe e shpërndan atë sigurisht në mënyrë më të qartë te personat që janë të interesuar për atë temë të caktuar. Dhe çka ka ndodhur këtë zgjedhje është që shumica e televizioneve gjithashtu kanë pasur fokusin te live streamet në YouTube. Diçka që nuk ka ndodhur përpara, që zakonisht edhe nuk ndodh gjatë kohës normale jo. Kohës normale jo. Po thuhet se të gjithë kanë transmetimi i aktiviteteve live në Facebook. Në YouTube. Në YouTube, po, sakt. Tani, qa bëm ne se na kërkuan vetë televizionet, na thanë do na bëni lutem një statistikë se sa mirë kemi performuar në krahasim me edhe televizionet e tjera, dhe ne bëm një statistikë, pavarësisht që ato statistikat vetë mund të nxjerrin nga sistemi jonë, domethënë është diçka që ato mund ta bëjnë edhe vetë, por ne thamë po e bëjmë këtë punë për ju. Po ju keni keni vëzhguar vetëm live streaming për aktivitetet politike të fushatës apo për çdo transmetim të televizionit gjatë kësaj kohe? Vetëm për atë temat e fushatës. Kjo ka qenë edhe një debat shumë e madhe, sepse ç'a ndodhi, ne bëm atë monitorimin, nxorëm raportet, ja dërguam televizioneve dhe ato që ndjeshin mirë me raportin, i publikuan ato raportet, e cila normalisht nuk ka qenë intencioni jon, sepse ne nuk publikojmë ato informacione ose ta shifra, po televizioni vetë i kishte publikuar dhe nisi edhe një